Përshëndetje dashur dëgjues, sot në podcastin ton, i titulluar Një ditë në Fier, kemi një djalosh i cili ka nisur udhëtimin e tij drejt rrugës gjatë të biznesit. Dhe duke nisur këtë, sot kemi të ftuar në studion ton Eglend Kushova, pra administratori i firmës Kushova. Eglend, përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion tonë të Radio Fierit. Përshëndetje Alket. Më bëhet qefi për ambientin tuaj këndshëm. Jam i ftuar sot pranë jush. Edhe të falenderit shumë. Është kënaqësi, domethënë, të kesh breza të rinj në një podcast, edhe sidomos breza të rinj që ngasin biznese sot. Unë doja të filloja me një pyetje, për shkak jo vetëm për se bashkë njihemi prej vitesh, por më tepër për të bërë publike tek publiku i gjerë pak histori, pak gjëra nga vetja juaj, edhe po e nis me një pyetje të thjeshtë. A mund të na bëni një përshkrim të vetes tuaj, shkollimit, moshës dhe hobet tuaja, si dhe preardhjen e familjes tuaj, të familjes të nderuar Kushova? Me gjithë kënaqësinë time më të madhe, mund të prezantoj që shkollimin tim unë kam kryer në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës. Aty kam kryer bachelor, kam për menaxhim biznes patjetër. Pastaj masterin kam kryer po prap tek e njëjta shkollë, po prap për profilin marketing dhe menaxhimin i SME-ve, si përmarrjeve, më thënë nga tek e vogla tek më e madhja pastaj. Hobit e mia janë të ndryshme. Me thënë drejtë, që në gjimnaz më ka pëlqyer këto lloj gjërash, podcastet apo biles, me thënë drejtë, kam dashur kur isha në gjimnaz, kam qenë vërtet interesuar për muzikën. Më ka pëlqyer shumë arti, me thënë drejtën. E bukur. Ka një gjë që kur isha në gjimnaz më kujtohet që dilja para klasës, para ekskursioneve që organizonim gjithmonë të ndoja bëja si kur e ndjeja muzikën. Më pëlqen, arti më ka pëlqyer gjithkohës. Jo be, do ta kesh ndjerë sepse normalisht kur e ndjen e shpreh atë. Patjetër. Po, përveç këtyre hobeve, ishte pjesa që unë ju pyetja, një përshkrim të familjes tuaj Kushova. Po. Nga jeni, nga cilat trevë, një përshkrim, domethënë, të historia, jo të familjare, preardhja. Familja ime faktikisht preardhjen e ka me origjinë të largët nga Skapari, nga gjyshi dhe nga gjyshja, Spathar të Skaparit. Por hezitova pak te kjo pyetje vllai im, sepse për atë jam, me thënë drejtën, ja dedikoj gjithë këtë podcast. U preka për arsye sepse faktikisht gjyshi më ndroi jetë para një muaj, edhe dëshiroj ta ndaj me ju gjithë historinë. Ta keni gjyshin të pauruar se ka qenë një burr zotni. Faleminderit. E njeh gjithë Fieri, gjithë Fierakët, normale. Po megjithatë do t'i bëj pyetjet një nga një për ta nxjerrë historinë pa ashtu siç ishte më interesante. Ashtu siç duhet. Pikërisht dole në një pyetje si ka nisur historia e firmës Kushova, evolimi i saj, nga cili antar i familjes ta mbaroi, si nisi, si një hobi, si një ide, apo ndoshta si një vend pusim, më saktë vetë pusim, për ekonominë e familjes. Si ka nisur? Interesante faktikisht se biznesi që ne sot kemi, që operojmë në treg, sot me mua ka 3 dekada, më fal, mire thash 3 dekada për të treguar që janë 3 breza që kanë punuar në këtë biznes. Gjyshi ishte themeluesi patjetër. Ai mbylli shkollën e ushtrisë dhe ishte oficer faktikisht, ekonomist në ushtri, por doli pension shumë shpejt. Për shkak të kësaj, normalisht që nevojat ishin të rëndësishme shumë në atë kohë, patjetër që u lind mundësia për të bërë tregti. Tregtin duke filluar që duke marrë që nga fakti që bënte pazare me institucione të ndryshme, shiste
kripra, apo ku di gjë unë, gjërat që duheshin në momentin e kohës, patjetër. Pra kjo nisi thjesht si një ide për Thjesht- të marrë me punë apo thjesht për të plotësuar ekonominë e familjes, domethënë, si nisi? Për të nisur thjesht si punë, si angazhim, se gjyshi doli shumë shpejt nga pension. Diku te 50 pak vjeç në dolin në pension dhe normalisht njeriu duhet të bëjë patjetër diçka që të paktën në Shqipëri të ketë mbijetesë në atë kohë flasim. Po, dhe pensionet dhe sot nuk është se kanë pasur në një çmim. Është nuk bëhet llafti jetosh paktën me çmimet e pensionit që merr, po të tregut. Me çmimet e tregut i referohesh pensionit që ti merr, është e vërtetë ajo. Po për ju vetë personalisht, gjyshi ka qenë personi që ju ka bërë ta dashuroni këtë punë dhe ju ka inkurajuar për ta zhvilluar edhe më shumë? Gjyshi ishte ambicia kryesore për mua. Gjyshi ishte ai që unë shikoja qetësinë, dëshiroja ta kisha qetësinë e tij dhe në të bërit biznes. Me thënë drejtën, i vogël e kam nisur tregtin, që ku kam qenë pak të mbaj mendun që 9 vjeç, unë përpiqesha me komshinët e mi atje ku ishin fëmijë, të bënim në një gjë kështu, trade, themi neve, në një gjë të vogël, në shkëmbim produkte çunçakiza apo akullore në atë kohë që bënim. Këtë gjë e nisa dhe në gjimnaz, duke bërë pjesën po prapë të organizuarit festat të triqa paran, por me rëndësishme është që gjyshi im ishte ai që unë shikoja për ditë ai, që ai dëshironte shumë që të ma ta kalonte muaj për stafet, për tregtin. Patjetër që unë këtë kam ndaj bashkë me baban tim, nga ai kam mësuar shumë bashkë me të, por gjithmonë ai më shtyne me pasër. Pra, Glen, do më thënë ti që në fëmijëri, që kur je qenë adoleshent, ke menduar ti afrohesh e gjyshit, por mendimi im personal ose një pyetje kam, vërtet e ke menduar që mund të bëheshe të ngjise këtë lloj biznesi që gjyshi do ta linte trashëgimi, e kishe menduar këtë, apo thjesht mos kishe ndonjë hobi, për shembull, të bëhesh artist, mjek, biznesmen? Çfarë kishe menduar në atë kohë? Në atë kohë, faktikisht sa mbylla fakultetin, normalisht dua të shikoja tregun në Tiranë, se si do operonte, ose si operohet, ose si do të shikoja edhe shumë, se sa dola nga bankat e shkollës. Normalisht një farë eksperiencë do doja ta kisha në Tiranë, dhe arrita. Por, tek gjyshi shikoja sakrificën që bënte për këtë punë, bashkë me babin, bashkë me gjithë familjen, se është biznes familjar normalisht. Po mirë, angazhimi juaj i parë në këtë punë familjare, në ç'mosh ka filluar? Angazhimi im i parë, me thënë drejtën, që në jam arritur me këtë biznes, këtë dhe të thash që jam... Ato që mban mend? Po. Cilën mosh? Patjetër. Më të freskëta dhe më saktë më fal që të ndërpreva, dhe cili ka qenë profili edhe kush të ka angazhuar nga anëtarët e familjes për ta bërë të mundur dhe këtë angazhim me punën, dhe në cili profil të kanë futur për herë të parë në punë? Patjetër babi gjithmonë të shikonte një herë radh pa një si filloi aja, pastaj të kaloja te zhëja. Patjetër ai më çonte për pastruar, fillim për pastruar shtëpi. Si të shtëpi edhe dyqani, sepse sot ju e dini që sot quhet shtëpia e veglave të punës. Është një koncept që do ndoshta do të diskutojmë. Por puna e parë që kam bërë ka qenë gjithmonë hamalli, thënë në Shqip, ose ngritjet e peshave, ose ngarkesë pastrimi, çdo lloj gjëje kësaj lloj fushe. Po, në të vërtetë të ngresh pesha në punën tënde dhe të bësh pastrimin, do të thotë që ke bërë dhe sistemimin në vendin e duhur të veglave. Patjetër, ajo është gjë kryesore. Gjëja kryesore primare për çdo lloj biznesi. Sot për ty çfarë është një vegël pune? Varet gjithmonë nga koncepti i njerëzve, alket gjithmonë, por vegle punës... Jo, për ju. Po, për mua vegle punës është e shenjtë. Është vërtet e shenjtë sepse
si në kohën atëherë që më përpara njerëzit kur nuk e kishin një vegël apo diçka për ta ndihmuar, për ta transportuar apo për ta lëvizur apo ku di unë për të bërë diçka me të, qoftë njëri parim nuk e kishin një vegël. Nga atë kohë u bë një lloj vegle, e pari ka qenë qesi hidraulik, interesante kur e mendoj sepse është improvisuar, por vegla e punës sot është shumë domosdoshmëri. Si në familje e sidomos sot në sektorin e industrisë, që duhet ka shumë për të folur, duhet profesionista. Kam dëgjuar, po dhe kam parë, që ju tregtoni dhe makineri bujësore. Një makineri bujësore, të cilën ju e tregtoni, çfarë do të thotë për ty? Ne e kemi shumë të vështirë të kuptojmë të kthejmë syt nga fshati apo nga tokat. Kjo është shumë e rëndësishme. Njeriu e ka humbur këtë sens. Po ka ardhur koha që sot gjithë i pasur, i varfër apo nuk e di, të gjithë janë të orientuar brenda tokave. Për tokat flasim tërë kohës. Toka për mua, siç duhet mbajtur dhe mirë mbajtur, ashtu duhet të ketë veglën e duhur për ta prezantuar një profesionisti bërit konsumit caktuar bimëve të ndryshme. Apo për ta pleruar. Një vegël bujësore për ty, një makinë bujësore është shumë e rëndësishme në dhënien e produkteve bujësore, apo jo? Patjetër. Pa veglën sot është me që është lehtësinje. Kohën më përpara disa njerëz, shumica i bënin me duar apo kur dëgjoj me sende të ndryshme që mund të gjenin në vendet e tyre. Drejt. Sot është më e lehtë, koha është më eficiente për të. Po pa ikse. Ideja për ta quajtur shtëpia e veglave të punës. Si ka ndodhur? Nga kush? Dhe pse keni emërtuar të tillë? Ke marrë shkak nga babai? Ke marrë shkak nga gjyshi? Apo nga çfarë? Me thënë drejtën, shtëpia e veglave të punës është quajtur që në faktikisht sa erdha unë nga Tirana, për arsye sepse unë dhe kur vija për diçka që t'i gjeja, një gjë që më duhet te shtëpia ime, sepse unë jetoj patjetër që jetoj vetëm me bashkëshorten time. Atëherë ju keni krijuar familjen tuaj? Patjetër. Familjen tonë. Fëmijë? Jo, me thënë drejtën presim për një fëmijë, por së shpejti. Inshallah t'u vi mirë. Faleminderit. Mos të largohemi nga fokusimi i veglave të punës ju tregtoni dhe emrin, emërtimin që ajo ka shtëpia e veglave të punës. Shtëpia, si isha duke nisur me thënë drejtën që isha duke afruar, kur vija te babi meja diçka që më duhesh, për te shtëpia ime, shko te shtëpia se e kemi të gjitha, më thoshin, më prezantoni. Edhe që atyre kam thënë kjo është shtëpi veglash, tërkohës. Edhe e thoja, bashkë me babit dhe me gjyshin. Prandaj sot i ka ngelur sot shtëpia e veglave të punës se i ka të gjitha në një. Veglat që ju tregtoni, si ato për përdorim personal, bujësor, industrial, mendon se janë tepër të nevojshme për njerëzit? Çdo lloj produkti sot është e nevojshme për njerëzit. Që tek konsumi i përditshëm, që tek konsumi me volum, që tek çdo lloj gjëje sot është e nevojshme. Pra, në Shqipëri ka ato koha që janë të gjitha dhe janë të gjitha. Po nëse, për shembull, dikush ka një vegël pune në shtëpi, pse duhet ta ketë? A kursen vlerë monetare, apo çfarë? Apo thjesht domethënë mbaron atë punë ose mund marrë një usta? Pse duhet ta ketë gjithmonë atë vegël? Vegla patjetër që do duhet në shtëpi, se po tu dojë një llam në orën 12 natës, do të thrasësh elektricistin një bie? Sipas sigurisht jo. Patjetër, që diçka duhet ta kesh dhe në shtëpi dhe kudo që ti, dhe makinë ndoshta. Pse jo? Më ka ndodhur një rast kur më duhesh një vegël dhe ose kisha një djalë në autostradë ku mundesim që mua më la makina, ai shuqë zotit kishte një valixhe me vegla që më zgjidhni edhe në orën 1 natës. Po mos ta kishe i bjet me karo 3 shpenzim parash ose do ta gjeja një zgjidhje, por kur ishte në mundësia. Pra vegla duhet gjithmonë, si në shtëpi, si në ambjente pune dhe si kudo.
Po mirë, të gjitha këto veglat e punës, duke i pasur ne në shtëpitë tona, flasim, a ka një gjatësi dhe a janë të garantuara për këtë jetë gjatësi, për investimet që njerëzit kryen kur blejnë një vegël pune, sepse normalisht është investim kur ti blen një vegël pune. Kanë garanci? Patjetër, çdo lloj vegle që ne tregtojmë, faktikisht jemi distributor, që do të thotë të marrësh linjën e një distributori e mbulon nga pika fillestare deri në pikën e fundit për ta zbatuar një shitje të suksesshme. Pra, ne kemi një produkt, po themi shembullit motokorse bari. Është markë brand cilësor, patjetër që po që e brand cilësor, e ka krijuar një emër nga pas. Ka një gjenerat caktuar që punon për atë produkt. Pra, produkti është cilësor. Marketingu i është bërë dhe ne mbajmë garanci si për të pjesë të këmbimit, si të servisit, asistentën teknike patjetër me stafin e ekipin tonë. Cilat janë brendet? A mund të na njohësh që ta dëgjojë dhe publiku cilat brende tregtoni juve? Po, patjetër, me gjithë kënaqësi më të madhe sepse janë brande që janë vërtet fuqishme për tregun botëror, flasim elitar. Për shembull Stili ka një histori paktën prej 120 vite. Stil është emër marke. Është emër marke. Se ne nuk i njohim Po, shumë. ke të drejtë. Stili, me thënë drejtën jam mësuar me ata që më vinë në punë, ata e dishin shumë mirë çfarë kërkojnë. Por ke të drejtë du ta sqaroj. Stili është markë gjermane e brandeve ndërkombëtare për sektorin në kopshtarisë, plutarisë edhe bujqësisë. Po, së fundmi ka gjeneruar shumë parisje të veglave me bateri. Si çka? Atëherë, ju jeni ndjerë ndonjëherë keq ose mirë gjatë tregtimit të këtyre brendeve? Ka pasur në një moment të këndshëm historik, për shembull, ndonjë tip historie që mund të jetë gazmore, po mund të jetë edhe tensionuese, për shembull, që mundet ti është tensionuar me një klient. Pafund, ka historia pafund. Ka në një moment që mund ta tregosh në një diçka të bukur, që ja vlen, që të ka ngelur në kujtes, për shembull, një moment i këndshëm. Me thënë drejtën, klienti faktikisht ka, si që mësuan e nga dëgjojmë, ka gjithmonë të drejtë, po edhe s'ka të drejtë gjithmonë. Më ka ndodhur disa momente të caktuara që klienti do të merret me produktin që ka bler, por s'di se nga ta filloj kur e ka një problematik të caktuar produktin. Pra nuk di ta punoj atë. Nuk di ta punoj, ose nuk di e merr konstruksionin të detajuar se si do përdoret dhe nuk merret me të. Dhe në fund pastaj kërkon llogari. Në të drejtën e tij ndoshta po. Por ideja është që të marrim detajet e të punuarit edhe të ndezurit një pajisje, makineri apo çdo lloj gjëje tjetër që ne trajtojmë dhe të fokusohemi mund të këti. E Glend, po flasim për shtëpinë e veglave të punës. Po. A mundet shtëpia e veglave të punës, kur e tregton këtë produkt, do të thënë të ketë një minutazh që mund t'i bëj një instruksion këtyre blerësve dhe këta blerësit normale që në momentin që vinë marrin një vegël të tillë, do të thënë të specializuar, pavarësisht se nuk din ta punojnë mirë, po i bie që po investojnë dhe a do të jenë të garantuar me këto brendet, me këto pajisjet që blejnë dhe pse? Pse duhet të blejnë gjithmonë brende dhe mos blejnë këto pajisjet e lira që flasim ne ose këto pajisjet që mund përdoren për pak koha? Garancia është e njëjtë, si janë si vegla pune, se ne nuk i njohim, po thjesht për të pyetur, domethënë për të dalë për të vazhduar atë pjesë që ti po tregoja. Shiko, janë dy lloj sektoresh kur ne, paktën ne që tregtojmë, sektori profesional që ne fokusi po thuajse 100% e kemi atje, dhe sektori ekonomik që mund të përdori një familjar për një vegël të caktuar, një qoftë trapano, një troko, një vegël pune, një veshme, që do ta konsumoj edhe ta përdori për shtëpinë e tij. Pra, 80% të produkteve ne kemi vetëm cilësore, 20% jemi të orientuar tek ekonomike që përdori kudo.
Tek linja cilësore që ne kemi, patjetër që janë brandet, siç të thash, Makita, e famshme Makita, stili patjetër gjerman, Knipexi gjerman, Warcrafti gjerman, Sola austriake dhe shumë brande tjera që ne sot i kemi, i zotrojmë sot me partnerët tanë, është komplet linjë industriale. Që do të thotë, po u prodhuar për industri është 100% cilësor, i certifikuar me dokumentat përkatëse dhe autoriteteve përkatëse vendase apo të prodhit fabrikave të tyre. Patjetër që unë i sugjeroj personave apo klientëve tanë që të marrin një produkt të mirë sepse e orientojnë në radhë parë tek profesionalistë që të bësh një produkt që ka produktin dhe ta japësh ta shfaqësh. Për shembull, ta supozojmë vjen një profesion që është profesionist dhe po marrë si shembull këto gjërat e thjeshta që ne shikojmë na njëherë, ambientet gjelbëruara, por që kanë dhe forma artistike. Për shembull, një lloj peme ose një lloj nga këto të si mund të them bimët që janë nëpër lulishte, të cilët mund të shikosh të personin që ka blerë një vegël nga tuaja, to brandet, dhe është duke i dhënë formë. Ti je shef, kalon për shembull me makinë dhe po e shef atë, po mbi të gjitha shef gjithmonë ma merr mendja që nuk shef personin. Zakonisht duhet shohësh produktin që ai ka në dorë, të cilit punon apo jo. Po nëse ti je shef tani që ka një vegël nga të tua dhe po i jep formë, po e bën bukur atë ambientin, si na ka zënë syt për shembull në vende ndryshe ku kemi shkuar me familjen për të pirë kafe, këto e kemi parë të mbaruara, të përfunduara, po jemi kënaqur. Si e ndjer? Me thënë drejtën shumë krenar. Punojmë shumë shpesh me bashkitë, punojmë shumë shpesh me kompani të ndryshme. Nuk e di, nëse mund të theksoj disa kompani, ne i shikojmë kudo dhe kur unë i shikoj atje që janë duke përdorur veglën e Makitës apo veglën e stilit apo diçka nga brandet tona, me thënë drejtën nuk e di se ç'kam një ndjesi. Të duket sikur e ke prodhuar vetë atë veglë apo jo? Ta them sinqerisht që po. Sigur e kam prodhuar vetë dhe e bëjmë shumë krenar. Edhe në fund biles kam pasur edhe telefonata nga shok që bëjnë një video, a ku di unë, diçka të tillë që thonore jemi veglën tënde, ja ku jemi. Më pëlqen me thënë drejtën, më bëhet shumë qejf. Është kënaqësi e madhe. Po mirë. Po sikur të shikojë një person që me një sharr të Makitës ose këtyre brandëve që ti shef, i ka hyrë dorë një pylli për dru kur vjen koha e dimrit. Po, më pëlqen, me thënë drejtën. Pra, të pëlqen? Jo, do të thoja diçka tjetër, me thënë drejtën. Më pëlqen sepse përdor veglën e duhur, dhe dyta, nuk më pëlqen dhe njëjtë kohë sepse është duke dëmtuar natyrën. Edhe të dëmtosh sot natyrën është çfarë them, është shkatrim. Me thënë drejtën. Më vjen shumë inat që janë ca pajisje që ne trajtojmë që bëjnë dëm për natyrën. Është problem. Këto brendet mund të japësh një informacion publikut nëse ka ndonjë projekt për të ruajtur natyrën të shëndetshme, për shembull, heqjen e qarkullimi e gjitha veglave industriale, për shembull, ose bujqësore, të cilat punojnë me lëng djegëse. Se ndodhin ato. Patjetër. Tani ka një gjë që kanë filluar ndonjë projekt këto firmat? Po, kanë të gjitha një projekt, si se është projekt botëror. Me shtimin e gazrave, me shtimin e ndotjes ambientit të ujrave, të gjitha shprishur ekosistemit totalisht. Edhe sot temperaturat janë të nxehta vetëm për shkak të saj. Ka shumë dokumentare që mund të ndjekim dhe t'i kuptojmë pse ndodhin. Tash ka një gjë që çdo fabrik, firmë që ne kemi, të paktën këto që janë me lëndë djegëse, me motorra, me 2 kohësh apo 4 kohësh, të gjitha kanë nisur fushatën e tyre që është shumë e rëndësishme për gjithë botën, fushata Go Green, stili ka certifikata pafunde dhe fushatë dhe promovon të tillë gjë, Makita patjetër po, me bateritë e litiumit. Pra, do të zvendçoj motorrat me bateri ekologjike, patjetër. Shtëpia e veglave të punës tashmë ka një person dinamik që e udhëheq, i cili jeni ju. Cilat janë idetë tuaja për vazhdimin e kësaj pune dhe nëse do të ktheje kokën mbrapa, sot,
ti çfarë mund të kishe rregulluar pak më herët në këtë udhëtim të biznesit tuaj familjar të firmës Kushova? Dhe duke marrë pjesë për shembull ose duke ju qëndruar edhe këtij ndryshimit të madh që po sillin brendet duke larguar këto lëndë mjedise. Me thënë drejtën, ne kemi disa projekte në bashkë me partnerët tanë, kolegët tanë, ekipin tanë patjetër. Kemi disa projekte në vazhdim, duke nisur nga fushata të ndryshme siç po i ndjekin edhe kompanitë tona, e kemi pjesë të protokollit tonë që duhet i ndjekim dhe ne, por kjo nuk është kjo ide. Kjo është më e rëndësishmja është që ne si komunitet ta bëjmë këtë gjë. Duke marrë shkas dhe nga temat sociale të vitave. Mendon se do të thënë njerëzit janë në rrugën e dur për ta ndryshuar këtë histori, për ta zhvilluar edhe më tej, edhe më gjerë këtë lloj fushe për të mbrojtur ambientin? Patjetër që po. Kemi fushata shumë të mëdha, duke nisur nga fushatat e Bashkimit Evropian që bën gjatë gjithë kohës, me inovacionet e tyre që sjellin dhe bashkangjisim me ligjet shqiptare. Ne për shembull jemi të fokusuar të bëjmë studime, researching për shkollat, për institucionet e ndryshme shtetërore, për t'i dhënë ndihmat tona dhe edhe të gjithë mundësinë për të dhënë siguri të mbrojtja e këtij lloji fushate. Me thotë do të synojmë fort për të fushate e Go Green, sepse është bërë virale dhe duhet të jetë virale për komunitetin. Edhe unë jam banor i këtij qyteti patjetër si ju. Dhe me patjetër që do na duhet të luftojmë fort për të bërë këtë lloj fushate. Duke nisur që ne që kur kemi qenë në gjimnaz, ne na kanë çuar për të bërë pastrimet e shkollave. Prandaj jemi dhe ne me produktet tona për të ndihmuar gjithë komunitetin, gjithë njerëzit dhe klientat tanë. Jemi më afër se kudo. Jemi kudo në gjithë Shqipërinë, me pak fjalë po. Pra, ky është një shërbim i ri inovativ. Përveç këtij shërbimi të inovativ të ri, i cili tashmë ka filluar të hyjë në treg sipas gjërave që po tregoni, dhe dal nga dal mendoj që të gjithë njerëzit do ta përqafojnë këtë ide për të ruajtur natyrën. Shpresoj që po. Ndonjë gjë të re inovative në bizneset tuaj keni sjell përveç saj? Përveç veglave, ndonjë shërbim të ri? Ne jemi te sektori i shërbimit gjithkohës. Babi im ka qenë në kohën atëherë, ka qenë para se fillonte biznesi, ka qenë mekanik. Dhe më thoshte që atëherë, që kur kam qenë i vogël, që shikoja babin pas biznesit, nuk mund të shesësh një produkt ku nuk di ta përdorësh vetë dhe ta riparosh. Po, dakor. Unë dëgjova që keni futur dhe një risi të re, më duket, për to kodimin e qersave të makinës, to bërin e qersave të makinës. Një gjë që unë se kisha dëgjuar më parë tek biznesi juaj, por që më bëri... Risi me thënë të kohët e fundit. Na e përshkruaj pak. Po, ideja e gjithë punës është që ne kodojmë dhe kopjojmë qelçat e makinave nga 2005, po themi, dhe në 2015 makinave të ndryshme që janë elektronik, patjetër. Çuna, për gjithë ju që keni makina nga 2005 e sipër, që sot e tuti edhe nëse ju humbin qelsat, mund të bëni një kopje qelsit, ta kodoni tek shtëpia e veglave të punës Kushova. 100% garanci. Okej. Vazhdojmë tej. Si e keni realizuar që të jeni për herë pranë klientit tuaj në çdo moment, në çdo orë, në çdo kohë me shërbimet tuaja? Mund na flisni pak për këtë shërbim? Për shembull, nëse dikush ka nevojë në një fshat, ju i gjendeni atje nëse ai s'ka mundësi të vijë? E keni këto lloj shërbimesh për shembull për të riparuar një diçka sa më shpejt që ai mos i ri puna për gjysmë? Ne kemi këtë, duke pasur gjithmonë një produktin tuaj flasë. Patjetër. Ne jemi, siç e thash, ne jemi kudo dhe me këdo. Sepse marketingu që është përdorur kësaj lloj pune është
është shumë qartë asgjë për njerëzit, sepse telefoni, numrat e telefonit, kontaktet tona, çdo lloj suporti që mund të marrësh, që u afrojmë neve, njerëzit dhe klientët tanë e kanë zgjidhjen. Por duke marrë dhe shkas dhe tek teknologjia, edhe patjetër që ne jemi te teknologjia. Keni pasur ndonjëherë për shembull kontakt me ata njerëzit të cilët kanë ardhur, kanë bërë një shëtitje në Fier, për shembull i ke thënë, hajde dilni një ditë në Fier. Se një ditë në Fier na quhet, kemi titulluar dhe ne podcastin ton, por ideja është për shembull kur vjen një njeri për shembull, ke marrë mundësinë ta nxirrësh në zonat përreth, të shofi gjërat më të bukura që jo të gjithë i shohin kur vinë në Fier, se ne i dim ku janë gjërat e bukura. Po. Ke pasur ndonjë rast të tillë që mund ta prezantoje për shembull të shifnin çdo gjë aty ku kanë qenë dhe veglat tuaja, që nga plugimi i tokave, që nga mirëmbajtja, që nga krasitjet, që nga varet në sezone ndryshme, po sezoni më i bukur është i pranverës, dihet ajo. Ne bëjmë gjithmonë ture me stafin ton, bëjmë gjithmonë ture kolegëve, partnerëve tanë që janë jashtë, patjetër me ta punojmë, me ta i ndajmë dhe këto lloj gjëra, shtakulloj kënaqësisht. Dhe si jo, patjetër që do ta reklamoja qytetit tim, vendit tim, kolegëve të huaj apo kujdo që na vjen. Bëjmë panajire dhe seminare her pas here. Konferencat tona bazohen duke reklamuar gjithmonë dhe vendin toku në na vjen një huaj këtu. Do siguroj për të. Atëherë, panajir në Fier keni bërë ndonjëherë? Që të bëni një panajir të madh në qendër të qytetit, prezantoni gjithë fermerëve, sepse Fieri dihet që është një zonë fermerësh, është një zonë bujqësore. Po për festën e grurit, ke dëgjuar ndonjëherë që bëhet një herë në vit në Apolloni, nga Bashkia Fiere organizuar dhe ka një pjesëmarrje jashtëzakonisht të madhe. Ju keni qenë ndonjëherë me stendën tuaj atje për të prezantuar produktet? Me thënë drejtën, nuk kam qenë vitin e kaluar, kam dashur të vija, kam qenë goxha i angazhuar me thënë drejtën dhe këtë vit më bën bar. Dhe përfitoj nga rasti të tregoj në podcastin tuaj që në datë 20 të premten në ora 7 fillon një super festa grurit. Na besoni, jeni pjesëmarrës domethënë në këtë rast. S'mund mungojmë dot në këtë rast, është kaq bukur. Me thënë drejtën. Cili ka qenë personi që ju ftoi për të marrë pjesë në këtë fest? Besoj nga bashkia? Nga bashkia. Drejtues për artin kulturën me sa di unë është një zonjë? Një zonjë nderuar. Adriana Amilje? Po, Adriana Amilje më kontaktoi. Okej, pas kemi qenë të dy në një mendje. Po, me thënë drejtën. E hamencova, më kontaktoi patjetër më dëshironte që unë të isha atje dhe s'mund mungoja pavarësisht se ishim të angazhuar, me thënë drejtën, goxha. Presim dhe edhe goxha surpriza të bukura atje, me thënë drejtën. Po mirë Glend, të kthej pak prapa. Kam dëshirë që duke ecur në këtë podcast, duke dëgjuar shumë gjëra, po të kthej edhe një risi të vogël. Nëse do të kishe dhënë mundësi jeta për një punë tjetër, e ndryshme nga kjo që ke të familjes, këtë do kishe zgjedhur? Këtë punë që po ngjet sot, apo atë tjetrën që mund të ishte dhënë? Në një pot paralele, thua ti. Po në diçka që mund të ketë pëlqyer ty për shembull për ta bërë. Thash, pak më parë tek prezantimi i shkurtër, me thënë. Ka një diferencë. Po. Këtë rrugë ti ke ndjekur nga i vogël edhe deri në këtë moshë që je sot. Po, atë do thoja që dhe atë tjetër mund ta kesh pasur ëndër ti. Po, atë do thoja me thënë drejtën. Nuk mund të ishte ndryshe sot, mendoja të kundërtën ndaj kësaj. Patjetër që do kisha zgjedhur të bëja të njëjtën gjë gjatë gjithë kohës. Pra në familjes time, pra njerëzve të mi dhe mbështetësve edhe për gjithë klientët e mi, patjetër. Unë kam dëshirë të stoj prapë në këtë podcast, se ky është i pari, me një minutazh, do të thënë që ne mund ta zgjasim edhe një çik më tepër, se mund të kemi edhe një çik arsye më tepër për të folur. Duhet të marrë dhe pasi të kaloj dhe kjo festa e grurit. Do më interesonte shumë mendimi jot, do të thënë se si ja ke kaluar, si e organizuar, çfarë pjesëmarrje ka pasur, por mbi të gjitha, do të thënë Glend, do të doja cili mesazh mund të ishte juaj për publikun
pa haruar natyrën e gjelbër. Çfarë mesazhi do kishit për brezat e rinj, për publikun e gjerë, për gjithë ata që i ke ose që do i kesh si klientët e tu, dhe ata që ke dhe ata që mund të kesh? Të falenderit shumë Alket, me gjithë kënaqësi do dëshiroja të vija përsëri tek ju, të bëj një bisedë të tilla bashkë. Patjetër, është edhe relaks, të bëj bisedë të tilla. Me thënë drejtën, ka një gjë që unë mendoj gjatë gjithë kohës. Këshilla më e mirë që mund t'jap është një individi për natyrën është dashuro natyrën, dashuro veten tënde. Jeto me frymë ndryshme. Dhe diçka. Të punon sot është bërë paksa e vështirë për brezin e sotëm. Nuk bëhen dot gjithë milionera në 20 vjeç. Duhet punë e fortë, vullnet dhe gjithë atë pasion. Ndryshe nuk bëhet. Shumica kërkojnë dhe ndërrojnë lekët faktikisht, por qëllimi i njeriu dhe adrenalina është kur ti realizon një diçka. Ajo është më e bukur. Ndoshta shumë njerëz nuk e kanë kuptuar këtë për shkak se nuk ishte mundësia të ngasin një biznes, ta shijojnë dhe ta kuptojnë që nuk është primare gjithmonë paraja. Primare është ajo që ti bën, ajo që ti transmeton te brezat e ardhshëm. Dhe ikonosisht është dhe kënaqësi si shtëpia e veglave të punës që keni ju, për të gjitha brendet, markat dhe gjitha veglat cilësore që ju tregtoni. Por një dedikim të fundit doja ta dëgjoja nga ty. Kujt ja dedikon? Me thënë drejtën, tash në fillim këtë podcast kam dashur ta bëja për gjyshin tim. Doja prezantoja atë që ka të prezantuar veten prej kohësh, por thjesht kënaqësia ime që t'ja dedikoj atij këtë. Gjyshi jot si quhej për publikun? Aris Kushova është ai dhe dyqani sot njerëzit akoma kanë fiksuar tek Arizi. Pavarësisht që unë kam bërë ndryshime, firma Kushova po shtëpia veglave punës. Po prapë sot ton tek Arizi. Ju nuk keni një dyqan? Jo, ne kemi dy dyqane. Te dyqani i qendrës faktikisht quhet dyqani te Arizi edhe ka historinë e saj prej paktën 30 vite. Aty ku nisi domethënë. Aty ku nisi. Me një kios të vogël dhe sot u bë sot ku jeti. Ishte kënaqësi. Kënaqësi. Qose të ndërpreva kena diçka jo, tjetër për ta thënë. Jo, prezantoj aty dyqanin tjetër që po prap fushatët e promocionale që kanë bërë sot çdo fierak duhet ta di tani tashmë ku ndodhet në tek rotonda e parkut. Firak të ti po duhet ta dinë dhe të tjerë që janë ndoshta. Patjetër që na shikojnë na dëgjojnë patjetër që po tek rotonda. Çfarë do t'i thoshe gjithë firakëve? Se ka firak mbar botën tani. Kam vajtur kudo. Kam vajtur kudo. Një fjalë për firakët se ne përfaqësojmë firin. Podcasti është një ditë në fir. Jam në komunitetin tuaj. Si dhe unë dhe ju edhe duhet ta duam këtë vend, këtë qytet se ka ambicie të mëdha pas ka shumë njerëz nuk besojnë te ky vend. Po jo valla, fieri me thënë drejtën ka për të qenë lart. Bamë me iman çuna. Po besoni. Ishte kënaqësi që të kishim në studio Aglen. Kënaqësia e gjitha jemi Alket. Të falenderoj shumë edhe mezi pres për podcastin tjetër të radhës. Unë them që nga shtëpi mund të bëhet një lagje ose një qytet i veglave, do të ishte më e bukur. Qyteti i veglave të punës nga firma Kushova. Gjithçka që duhet në vit. Ju urojmë më të mirat në punën tuaj. Faleminderit.